Por, për gjithkënd që thotë se jemi më të këqinj, i them, shihni veten. Dhe le të bëjmë punën tonë, e le të bëjmë më të mirë. Dhe ne po e bëjmë, e po bëhemi çdo ditë më të mirë. Sot, si dëshmi i ndryshimi, kemi ecur nga një vend me pak muaj turizmi, me pak milion turist, 300-400 milion investimet huaja të drejt për drejta, në një vend me shumë më tepër muaj turizmi, me 12 milion turist dhe me 1.6 miliard investimet huaja drejt për drejta në vit. Nuk më duket se një vend që po vuan nga korupcioni dhe nga krimi organizuar. Më duket se një vend i cili po e lë pas korupcionin dhe krimin organizuar, dhe ky është fakt. I would very happily make here secret votes. Në fakt, do t'isha shumë i lumtur në qoftë se do të bëj një votim i fshehtë këtu. Në fakt, e di që është e pamundur, por do ta bëja. Do doja votën e fshehtë për të gjithë, nga gjithë ata investues të huaj që vinë, që punojnë për Shqipëri apo që punojnë me Shqipërinë. Dhe do të përfshija një pyetje mjaft të thjeshtë. A keni pasur eksperiencë korupcioni? Dhe unë synoj të marrë 98% jo. Pra, ne do të synojmë të arrijmë 100%. Por, të gjithë ata që këndojnë këtë refren çdo ditë e përsëri, duhet të